Horoskopi I detajuar për muajin nëntor. A jeni gati të zbuloni sekretet që ju jetë fshehin për nëntorin? Ky muaj është një kohë transformimi të thellë, ku Marsi, planeti I veprimit, dhe Venusi, planeti I dashurisë, ndryshojnë pozicionet duke ndezur pasionet, por edhe duke testuar marrëdhëniet tona. Cila shenjë do të gjejë dashurinë e vërtetë? Kush do të shohë paratë të rrjedhin si lumë? Dhe cilat janë 3 shenjat fatlume që do të dominojnë skenën e nëntorit? Qëndroni me mua deri në fund. Ne do të zbulojmë parashikimet e detajuara për dashuri, para, punë, shëndet dhe ditët me fat për të 12 shenjat. Mos harroni të bëni subscribe dhe like që të mos humbisni asnjë sekret astrologjik. Le të fillojmë. Dashi 21 mars 19 prill. Dashuria, pasioni ndizet. Marrëdhëniet marrin një kthes serioze, por keni kujdes nga xhelozia. Të vetmuarit kanë takime me ndikim të fortë. Para e karriera, përqendrohuni te burimet e përbashkëta dhe investimet. Në punë duhet të jeni më diplomat rreth mesit të muajit. Shëndeti, energjia është e lartë, por kujdes nga stresi I tepërt. Dita me fat 13 nëntor. Demi 20 prill 20 maj. Dashuria, fokusit e partneriteti. Nëntori teston stabilitetin tuaj. Kërkohet përkushtim ose vendime serioze. Të vetmuarit mund të hasin lidhje me qëllime serioze. Para karriera, mundësi bashkëpunimi ose marrëveshje të reja financiare. Zgjidhni mos marrëveshjet me maturi. Shëndeti, shëndet I mirë, por ushtrimet e moderuara dhe kujdesi ndaj dietës janë të rëndësishme. Dita me fat 22 nëntor. Binjakët 21 maj 20 qershor. Dashuria, marrëdhëniet e përditshme përmirësohen. Komunikimi I sinqert rrit intimitetin. Mund të ndihmoni partnerin me punën. Para karriera, periudhë shumë e mirë për të organizuar. Puna e palodhur do t'ju sjellë shpërblime financiare në fund të muajit. Shëndeti, kujdes nga lodhja dhe sistemi nervor. Fokus te çlodhja dhe rutinat e rregullta. Dita me fat 5 nëntor. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Dashuria, romancë dhe krijimtari. Muaji ju favorizon për t'i dhënë shpirt marrëdhënies. Për beqarët priten flirtime të këndshme dhe argëtuese. Para karriera, krijimtaria juaj do të shpërblehet. Keni fat në investime risku ose ndonjë fitim të papritur. Shëndeti, përmirësim I ndjeshëm I gjendjes shpirtërore. Aktiviteti fizik I lehtë dhe pushimi janë kyç. Dita me fat 18 nëntor. Luani 23 korrik 22 gusht. Dashuria, fokus te shtëpia dhe familja. Merrni vendime të rëndësishme për bashkëjetesën. Sfidat e dashurisë kërkojnë stabilitet emocional. Para karriera, karriera është e qëndrueshme. Financat kërkojnë menaxhim më të mirë, sidomos për shkak të shpenzimeve të shtëpisë ose familjes. Shëndeti, mund të ndiheni të lodhur në fillim të muajit. Prioritetizoni gjumin dhe ecjet në natyrë. Dita me fat 2 nëntor. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Dashuria, komunikimi shkëlqen. Shprehni ndjenjat tuaja. Udhëtimet e shkurtra sjellin romancë. Një I afër mund t'ju prezantoj me dik interesant. Para karriera, bëni marrëveshje, negociata ose shkruani kontrata. Muaj I mirë për të rregulluar financat nga burime dytësore, si shitjet. Shëndeti varet nga mjedisi. Shmangni njerëzit stresant. Hidratohuni. Dita me fat 25 nëntor. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Dashuria, qëndrueshmëri dhe siguri. Vlerësoni marrëdhënien dhe investoni kohë cilësore me partnerin. Të vetmuarit mund të gjejnë sharm në dikë të thjeshtë. Para karriera, parat janë e prioriteti. Mundësi për rritje pagash ose gjetje të burimeve të reja. Kujdes nga shpenzimet impulsive. Shëndeti, kujdes ndaj fytit dhe qafës. Qëndroni aktiv dhe shmangni ushimet e shpejta. Dita me fat 30 nëntor. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Dashuria, muaji juaj. Jeni plot magnetizëm dhe tërheqje të lartë.
Kjo është koha perfekte për të rregulluar marrëdhëniet ose për fillime të reja pasionante. Para karriera. Jeni në qendër të vëmendjes profesionale. Puna juaj do të vlerësohet duke hapur rrugë për rritje të pozicionit ose financiare. Shëndeti, përdorni energjinë e lartë për transformim personal. Shëndeti është i shkëlqyer, por keni kujdes nga stërmundimi fizik. Dita me fat, 8 nëntor. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Dashuria, nëntori ju kërkon të merreni me marrëdhëniet sekrete ose të kaluara. Introspeksioni ju ndihmon të pastroni rrugën për dashurinë e re. Para karriera, financa kërkojnë vëmendje te detajet. Mos merrni vendime të mëdha monetare deri në fund të muajit. Mbyllni projektet e vjetra. Shëndeti, pushimi është i nevojshëm. Meditimi dhe vetmia ju ndihmojnë të rifitoni qartësinë mendore. Dita me fat, 15 nëntor. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Dashuria, lidhjet sociale janë të rëndësishme. Një mik mund të bëhet diçka më shumë. Mbështetja e partnerit është thelbësore për qëllimet tuaja. Para karriera, suksesi vjen përmes rrjeteve dhe bashkëpunimeve. Mund të merrni një fitim të papritur nga një grup njerëzish apo një projekt kolektiv. Shëndeti, kujdesuni për gjunjët dhe kockat. Ruani ekuilibrin mes punës dhe jetës private. Dita me fat, 27 nëntor. Ujori 20 janar 18 shkurt. Dashuria përqendrohet te karriera. Lidhjet e reja mund të vinë përmes punës. Jini të ndershëm me partnerin për planet e karrierës. Para karriera, sukses profesional. Jeni në kulmin e vëmendjes. Mundësi për promovim ose ndryshim pune me pagë më të lartë. Shëndeti, mund të ndiheni në presion psikologjik. Gjeni kohë për hobi dhe aktivitete çliruese. Dita me fat, 1 nëntor. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Dashuria, marrëdhëniet me dik nga larg ose një filozofi e re ju frymëzon. Muaj i favorshëm për dashurinë, sidomos pas datës 22. Para karriera, përfundoni detyra ligjore ose akademike. Financa lidhen me udhëtimet ose projektet ndërkombëtare. Shëndeti, jini optimist, shëndeti mendor përmirësohet. Shmangni shpërqendrimet dhe fokusohuni te gjumi. Dita me fat, 16 nëntor. 3 shenjat më fatlume të muajit nëntor. Këto janë 3 shenjat që do të kenë fatin më të madh gjatë nëntorit 2025. Akrepi, ujori, gaforia. Pra, kjo ishte panorama e plot astrologjike për nëntorin. Akrepat, ujorët dhe gaforet shijojeni fatin tuaj, por edhe shenjat e tjera mos harroni. Yjet vetëm tregojnë rrugën, vendimet i merrni ju. Na tregoni në komente, cila është sfida juaj më e madhe për nëntorin, dhe cila ditë me fat mendoni se do t'ju sjellë ndryshimin. Nëse ju pëlqeu ky horoskop dhe dëshironi të shihni më shumë përmbajtje të tillë, ju bëj thirrje. Klikoni subscribe dhe ziljen që të njoftoheni për çdo video të re. Bëni like që ky horoskop të shpërndahet te sa më shumë njerëz. Shihemi muajin tjetër. Ju uroj një nëntor plot fat dhe dashuri.